Vetëm pak minuta përpara startit të super sfidës Vllaznia Malisheva, ndeshja e parë e turit parë të UEFA Conference League, jam në shoqërinë e një grupi të tifozëve të dy krave. Çfarë kanë? Vllaznia, të Vllaznisë të Malishevës, trajnerëve të Akademisë Malishevës, bukur. E tifozëve të Vllaznisë. Aset Rahmani, tuti i famshëm, mikrofoni është për ju. Vazhdo. Atmosferë, ndeshje vllazërore, po kush fiton sa? Pa të shtunë me lujtë me vonë, tem me kam si me vidu. Ta i kam vazën, jo për i thëve ma mirë se kanë ardhë, do të respektoj, se shto ka pas shkuatër ta di, amin? Ta di dhe shkuatër me i respektu. Ama, kështë fitojnë fush, ty nësë jo venkesh, asë nesa venkesh, rëndësi i ka në fund muda me vllaznore. Me Presheve, se në ta. Prema dhe vizitën atje. Ku sa keni me hek? Sa keni me hek? Atje, këtu jo. Tuti të përshëndrohemi tek sfida, nuk shikoj atmosferë. Gazi, është atmosfera e Botnorit një, atmosfera plazhit 2, atmosfera e shgënjimit të baftë që nges e nisi, të shtastona. A ka i shgënjimi këto si parashikon ndeshjen e sotme? Unë sot dhe me ta thonë të sa? X2. X2. Atje e kena 2-2. Dhe kualifikohet? Këva, që të në ma, të të kualifikohet. Nga Malisheva. I shatë kësë, i përfasus nga kapi i Malishevës. Unë jam Zymert Teleoku, drejtori i Akademisë klubit FC Malisheva. Ne jemi arë sot në një atmosferë shumë vllaznore dhe e rëndësishme është që zhvillojmë ndeshjen në këtë frymë, patjetër që kur him në garë, patjetër në këtë frymë do ta përfundojmë, kur him në garë dëshirojmë fitojmë patjetër, dhe dëshirojmë të vazhdojmë para si vllazër. Besoj që edhe Vllaznia do të pajtohet në fund me atë shka me gjithë rezultate. Me rezultati, le të fitojmë më mirë, le të fitojmë ai që e meritojnë. Besoni në kualifikim pas dy ndeshjes? Patjetër, besimin gjithmonë e kemi për arsye se kemi punu për një rezultat mirë dhe besoj që do ta kemi rezultatin e mirë. Faleminderit, respekt. Faleminderit, respekt edhe juve, shumë faleminderit për pritjen. Zoti se e mrekullueshëm.